Nëse unë nuk e vazhdoj stomatologjin, ku me shku dikon në Mërgem, 2 klinikat që kemi, kapaciteti jonë është të pranojmë 50 termine mrena ditës. Se familja jam baba është stomatolog edhe gjithër prezenca ime ofertina, gjysh e kom dje edhe kom thonë që vetëmi profesion që muna me pas sukses është stomatologjia. Edhe takova me babën, thëtë çka do me vazhdu, edhe pse nuk e kom pas në asë një mënyrë imponim. Edhe ju pa ta referu me këtë fjallë. Nëse unë nuk e vazhdoj stomatologjin, thjesht ku me shku dikon në Mërgem, se një punë tjetër nuk e duhen e përveç stomatologjisë. Po ta fatin edhe u pranova në Universitetin e Prishtinës. Masi regjistrova fakultetin, e kisha pak një djenë se qysh ka me shku e studimet. Edhe vitin e parë, si çdo student e ka atë brengën se apo muja dalë, as po muja dalë. Edhe pse fakulteti i mjekësisë baja gje vështirë për të studiuar dhe për të krijuar suksese, kisha frikën se qysh ku me pas suksese të provimit dhe nëse nuk kam suksese, qysh ku mu arsituet e familja. Unë po shkoj, po studioj, po shpenzoj dhe nëse nuk kam suksese, qysh ku me gjetë arsyen të familja. Kështu që e mora shumë seriozisht, e mora me një bindje të fortë për me arrit një qëllim e një sukses dhe ja dola. Vitet e para edhe drej vonë ku punu bashkë me babën edhe që sot vazhdoj me punu bashkë edhe pse ajo është tash në kohën e pensionimit. 2 klinikat që kemi, që është një klinik që është bazë që ka filluar themelet e saj në Podujevë, që nga vitet 80-ta prindim, dhe këto në Prishtinë që funksionojmë që 5 vite, në Arbri, Ish Dragodan, rruga Ahmet Krasniqi. Babi është stomatologe që punon prej vitet të 80-ta në qytetin e Podujevës. Ato jem konë gjithëherë ofertina dhe kena pas numër të madh pacientave, kryesisht pacientat që janë ardhur në atë kohë, edhe pse ka pas mungesë të mjekëve, nëse zgaboj janë konë veç 3 mjek, 4 në vitet 90-ta kur unë mbaj mend edhe kur jam konë ofertina dhe kom pa të shumë nevojshme se duhet më rrit numri i stomatologëve se ka pas kërkesë shumë në raport me mjekët që janë konë në qytet. Përfundova fakultetin e pashtë që të arsyeshme, kishëm klientë të ndryshëm nga gjithë vendet e Kosovës, e pashtë të arsyeshme të takim edhe një pikë në Prishtinë. Dhe masi hapa një pikë në Prishtinë, që ka qenë në lagjin në Olpion, punova 3 vite ato, kisha numër të madh pacientave, hapësirën nuk e kisha ideale që unë kom ndru gjithëherë ta kem një klinikë, të kem një staf zgjeruar, të kem një grup mjekëve që të bashkëpunojmë me ta, të shkëmbejmë një hurit me ta, të kem një staf profesional, nuk më mundësoj për shkak të hapësirës ato, mandej po ta fatin ta kem tani të hapëm një klinikë të në Arbri, në Ish Dragodan. Këto kemi një numër të madh të pacientave që na referohen për çdo ditë nga gjithë vendet e Kosovës, po edhe jashtë kufive. Bashkëpunojmë me 8 mjek, kemi 8 salla operative ku japim shërbim çdo ditë dhe mendoj që kemi suksese përditshme dhe të shkëlqyeshme. Kapaciteti jonë mrena kësaj klinike është të pranojmë 50 termine mrena ditës. Vështirësitë janë konë të mëdha si student, po profesionin më ka mësuar se të jesh i sinqert me pacientin, të jap maksimumin për të krijuar një shëndet mirë oral, suksesi është i pashmangshëm. Dhe gjithëherë unë e referona se edhe me bashkëpunëtorët e mi, thëmë se a e kështë pranuar vetë që të punim, qitur, nëse e kështë pranuar në gojnë tonë ose dikujt familjes tonë, atëherë dërëzoja pacientit. I na shkuajnë gjithë në atë parim dhe mendoj që ajo është një qelës që njëve na ka jap suksese vazhdueshme. Dini Dent ofron të gjitha shërbimet të cilat kryhen nën anestezionin lokal. E në veçanti si prioritet e kemi kirurgjin, implantologjin. Implantologjia është një degë e re në stomatologji, e cila praktikohet kryesisht në raste kur pacientit mungon një dhëmbë ose tërësisht vargu i dhëmbëve. Dhe me anë të implante vendosen 5 shtylla, 6 shtylla për një nofull dhe me ato shtylla mundet pacientit më kompenzuar në tërësi me dhëmbë. Përveç implantologjisë ne kemi edhe specialistë të lamive të tjera, si të ortodoncisë, protetikës, endodoncionit. Kryesisht protetika është ajo pjesë ku pacientave i funksionalizojnë me kurora IMAX, zirkon ose me faseta vinirës. Këto shërbime i kryej unë personalisht pjesën e kirurgjisë implantare, të marrë parasysh se jam kirurg oral që ushtrej këtë profesion më shumë se 5 vite. Unë e kam pasur edhe kam vazhdimisht pacienta kur kanë një strukturë briljante të dhëmbëve, them ashtu, dhe gjithëherë i këshilloj që dhomi apo struktura e dhomit është e pazaventësueshme. Ne pranojmë kryesisht pacienta kur janë të nevojshëm, kur kanë mungesë dhëmbëve, kur kanë ai çrregullim diçka në radhitje, diçka,
Po, kum pas raste dhe me thëmë me shumë sinceritet, nuk kum pranu pacienti kur e kum pas që ka një strukturë shumë të mirë dhënve dhe nuk u konë shumë i informur për çka do me thonë dhomi natural dhe çka do me thonë shëndeti oral i dhënve natural. Kështu që mu ka dash mi kthye edhe pse mu kanë ofru edhe vazhdimisht ofrohen. Mendoj që është të kushtu rëndësi shëndetit oral, sepse kanë vizita rutinore, spaku 2 herë, 3 herë në vetë dhe me vizita rutinore ne mundohemi apo e evitojmë prishjet fillestare, karieset fillestare, kështu që është të shkuan në progres të mirë. Gjithëherë mundona me konë afër pacientëve. Kem 2 klinika, me këto 2 klinika falë edhe bashkëshortës time që është stomatologe, mundohem që t'jem gjithëherë pranë pacientëve. Kem një klinikën po Dujevë, Dinident, e cila kryesisht në jenë paradite, punoj me 3 orë punë atje, masanela mas dite, mas ora 2-3, vedhe në Prishtinë, gjithëherë mundona me konë pranë pacientëve, se kryesisht pacientëve që vinë kanë qef apo kanë dëshirë që të kanë një kontroll apo vizitat e para të bëhen nga unë. Me një të kalume ka konë një lloj si sezon dhe erorës e këtë tash falë të diasporës, po kemi vazhdimisht pacienta si në sezon dhe jashtë sezonit. Jem shumë falendërues i asaj pjese. Trive kisha me thonë mundoni të harroni strukturën e dhomit, mundoni të keni higjenë të mirë orale, sepse me higjenë të mirë orale më pak do kemi prishje dhe vlerësoni ruani strukturën e dhomëve natyrale. Kjo pjesë më bën sepse pacientët gjithëherë më kanë besuar dhe vazhdojnë me besuar. Dhe e kuptoj që kam mundësinë me dalë me punu jashtë, po unë nuk mendoj që muj menaxher dhe muj kam në kontroll gjithë këta pacient, po ta kemi në një klinikë jashtë vendit. Kështu që duhet çdo punim ta kontrolloj dhe ta mbikëqyri vetë, sepse e funit përgjegjësia mbetet te unë.